përgjithësinë edhe po tentojmë ju shmong përgjithësisë, po në menej shumë a shumë është egoja personale e tij për me pos pushtet autoritar. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, që sot janë të distancum njoni me tjetrin, edhe ja ka nisë për e shojnë ka pak njoni tjetrin. Nuk janë prish askur Kosova u përjashtu prej Defender Europe. Nuk janë prish askur u rritë çmimi energjisë elektrike, nuk janë prish askur ka procesu ligjet këqia kja ka refuzu, nuk janë prish askur qytetarëve të Republikës të Kosovës ju ka vështërsu jeta, nuk janë prish askur lëvizja vetë vendosje ka bo propagandë e linqime ndaj secillit subjekt opozitor, ndaj medjave, ndaj secillit analist, nuk janë prish askur Albin Kurti ka abuzu me procesin zgjedhor në Mitrovic edhe ka cenu direkt demokracinë, për kontrazi ka najtë e hishtën edhe shumë komod, nuk e ka ngritë zonin, po prishen sëd për ego personale. Vjosa Osmani për egon me vazhdu ka rrikin edhe 5 vjetë në ullës e presidentit, e Albin Kurti për me pos egon e monopolit dhe pushtetit autoritar në krejtë Kosovën. Po, kjo është realiteti aktuali sudit. Këto e në argumente që i kemi përmen na këto ditë këgjasi shumë. Dhe keni të drejt në këto argumente. Por, mërame ka pas një intervjiz Vjosa Osmani. Besa i këni po. Dhe në atë intervjiz, unë menoj që kanë zirë edhe elemente kriminale. Po. Mërana një 5 vjeqarit e bashkëpunimit, se ata janë partner në krim. Ata janë partner në krim. Dhe ka zbulu një anë të erë të qeverisës edhe të këti bashkëpunimi Osmani Kurti. Dhe natyrisht, prej mram, ne nuk janim zonin partive opozitare. Për asë një prej pikave që i ka përmenda ja. Dhe, që ndodhë tash, Partia Demokratike e Kosovës si partia e parë opozitare, dhe 2 të tjerat me atë sa kanë fuqi, po ja lejojnë terenin Vjosa Osmanit me qenë oponenca e Albin Kurtit, ndonë se aje nuk ka subjekt politik. Dhe Partia Demokratike e Kosovës me këtë qasje, rrezikon me met në hijen e Vjosa Osmanit, sepse ajo natyrisht mas 4 prillit nuk ka me shku në shpe, apo si së thështë Zoti Hamza, me themeluna ajo e qe ose në diçka, po ka me u marrë me politik aktive, dhe duke u marrë me politik aktive, ka me qenë në një list me lidhjen demokratike të Kosovës, nështë edhe me aliancën, por si lidere këty në 2 subjekte politike, dhe me lënë PDK-n me gjithë këtë fuqie, gjithë këtë historik, në nhije dhe mu ballafaqu 2 ish ortak në krim, tash me argumente se kush ka me fitu. Ju jeni duke bërë analizë dhe po i shtroni 2 brafshe. Po thoni se ka problem opozita me nëzimu, s'mund presë që dikush edhe qoftë edhe nga vetë vendosje, filloj të kritikoj qeverinë ose Kurtin për punë që besohet se si ka bërë. Dhe po paragjykoni se si do të përfundoj pastaj presidentja. Janë analiza, janë legjitime, unë po të flasë, por nuk janë domosdoshmërisht edhe fakt. Unë po të flasë për një analizë e cila mundet me ndryshu shumë pak. Por unë besoj se kjo do t'jetë rrjedha. Unë besoj. Tani dikush mundet edhe me mohu. Por që një 2 muaj që flasim këtu, këtë gjatë dosane që i kam thonë kanë dalë, përfshirë më zgjedhjen e presidentit. Tani, PDK-ja, a ka strategji qysh do musil me Vjosa Osmanin mas pari, ortakën krim të Albin Kurtit, dhe qysh do me dalë në si përfaqe, si oponenca kryesore e Albin Kurtit, dhe jo si ndjekse e oponences e Vjosa Osmanit. A jeni tu i para po këto rreziqe, dhe a keni një strategji që kjo zonja, që kur gjë Kurti nuk ka bo keq në këtë vend, pa përkrahjen e saj, mos me leju një gjë të tillë. VB, diskutimi janë para prakin këtë frymë. Mund tentua me tregu arsyen logjike pse këta 2 njerëz sot janë oponent me njëri tjetrin. Por nuk janë për qytetorin, nuk janë për shtetin, nuk janë për perspektiven, nuk janë për parimet e përgjithshme. Janë për ego personale karshi njëri tjetrit. Po veç Vebia po thot gara po bëhet Albin dhe Vjos. Pe kuptojnë çka po thot Vebia. Ty e kam dhim të nën. Pe kuptoj çka po thot Vebia, po nuk është që të më pengu mu gora e tyne. Jo, unë besoj që si pengojnë. Se që shtu opozita një 5 vjetë ka shpresu që rëzohet Albin Kurti për shkak gabimet veta. A i veç u rritë.
e kem edhe të kalumen, po do të me ndërtu kauzën për të ardhmen. Albin Kurti ka fitu zgjedhjet të u thirrë në drejtësi, të u thirrë në meritokraci, të u thirrë në qeverisje të përgjithshme me dur të postërta, e kem po që ka vepru krejtësisht kundërten. Në plasë sonte. Qytetori i Republikës së Kosovës ja ka dhonë mbështetjen që 4 por zgjedhji ka besu për me pos perspektivë, me pos mirëqenie, me pos zhvillim. Ai me fuqinë që ja ka dhonë qytetori i Republikës së Kosovës e ka dëshmu krejtësisht kundërten. Në vazhdimsi ka bo trazira politike, stagnime, blokime, sfida, asë në moment të kukoni gatë shumë me ofru alternativa edhe me posë qosë mbështetje. Zotë Tahiri, a jeni ju duke përshkruar situatë, se e thatë me herët dhe përdorët bukur sakt, tash 20 muaj është duke prodhuar kriza. Por, çka po bëni ju si parti opozitare për ta penguar Zotin Kurti në prodhimin e këtyre që po i quajnë kriza, se kjo, edhe si po e përshkruani ju, i bie që Zoti Kurti, po është i Zoti, në quarjen përpara të skenarit që ai po do. Dhe sot, ne jemi në një situatë kur tash 20 muaj, skenari të Kurtit s'mo mund t'i bëj ballë opozita parlamentare. Pse? Zoti Kurti, edhe si pas analizës suaj, nuk ka dashur që të ketë kuvend konstituar herën e kaluar. Ja ka dalë. Por deri 50 e sa seanca nuk ishte kuvend. Zoti Kurti ka dashur të shkojnë zgjedhje me datë 28 dhjetor. Ja ka dalë. Zoti Kurti duke i bërë gjitha këto, ja ka dalë që të rritet. Zoti Kurti nuk deshi të bëj president. Nuk ka Kosova president. Zoti Kurti, mbase, si që është thënë nga kolegë tuaj, ka dashur që një kryetare e kuvendit të tij, që është e përzgjedhur edhe nga mandati i kaluar, Zonja Haxhiu, tjetë edhe ushtruese detyrës së presidentit. Këtë do ta shohim pashmangshëm me datë 5 prill, si ka ardhur situata. Pra, Zoti Kurti, çka do që po bën si analizë PDK-ja dhe partitë opozitare, po ja del ta realizoj si skenar të tij. Çka do të ndryshoni? A do dilni prej Facebookut? Këtë që ka po i thu ti, thëtë gjdo zyrtar, jo veç i Partisë Demokratike. Po mirë, sot vetëm Facebook, po ta marrim si shpjegim. Si komunikata. A ka diçka tjetër pos komunikatës? Sa merë në cëshmë është komunikimi me publikun. Dhe komunikimi me Nuk po e publikun. bindni. Po tash nuk jam... Se rezultatet të tregojnë. Nuk është që jem na të diskutu që zhvillohet strategjia e fushota, e komunikimi e këtu, për mos më lëshu të kjo pjesë. Jam të fol me gjuhë argumentuse. Të e prezentu edhe rolin... Kërkoni votë, për ta bëjë ndryshime.